A mund të konsiderohet koha si një mirësi nga Allahu? Padyshim që koha është një nga mirësitë më të mëdha që na ka bërë Allahu i lartësuar, se siç e thashë edhe pak më përpara, jeta është koha që na ka dhënë Allah, realisht jeta është koha që na ka dhënë Allahu i lartësuar në jetën e kësaj bote. Prandaj Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas." Dy mirësi nuk i vlerësojnë shumë njerëz, shëndeti dhe koha e lirë. Kur njeriu smuret, ja di vlerën e shëndetit. Kur njeriu angazhohet me punë, kur s'ka kohë të lirë, atëherë ja di vlerën kohës së lirë, ka pas kohë për të marrë dituri, po s'e ka shfrytzuar. Ka pas kohë që të merrte një profesion, por nuk ka shfrytzuar. Ka pas kohë që të mësonte Kur'an, të mësonte arabisht, të merrte dije feje. Ka pas kohë që të kryente vepra të mira, por nuk e ka shfrytzuar. Dhe vjen momenti kur angazhohet me punë, bëhet peshman, por mbase mund të jetë vonë. Prandaj duhet që ta vlerësojmë këtë mirësi të madhe. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, janë këto dy mirësi, pra shëndeti dhe koha e lirë, që nuk i vlerësojnë shumë njerëz, që u kalon koha. Pra kanë diçka të çmuar që u shkon dëm, që u shkon kot. Dhe kush e humb kohën, është më keq se ai njeriu që ka pas një thesar ari dhe argjenti dhe e ka shpërdoruar. I ka shkuar dëm, i ka shkuar kot. Besimtarin, koha, momentet, ditët janë më të vlefshme se margaritarët, se ari dhe se argjenti. Besimtarit i dhimbset koha dhe nuk lejon që koha të shkojë kot. Prandaj Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ka thënë: "Inni la akrahu an yakuna ahadukum la fi amri ad-dunya wala fi amri al-akhirah." Ka thënë Umar radhiyallahu anhu, mua nuk më pëlqen që të shoh njeriu të jetë parazit, as me punë të jetës dhe as me punë të ahiretit dhe të fesë. S'ka asnjë angazhim, s'merret me asnjë punë. Në kohën tonë, në ditët tona, vërejmë njerëz që vërtet, domethënë nuk ja din vlerën kohës. Nuk e çojnë në përmend që po e vrasin kohën, po e çojnë kot. Po e çojnë dëm. Është thënë një shprehje, el waqtu kas-sayf, in lam taqta'hu qata'ak. Koha është si shpata. Nëse ti nuk e pret, të pret. Nëse ti nuk e shfrytëzon kohën, koha kalon. Të humb koha. Ka njerëz që humbin kohën në kafene. E humbin kohën në rrjetet sociale, pas një farë dobi, se nëse do të përcjellë një mesazh dobishëm për njerëzit, mirë, por ka njerëz që humbin kohën kot. Madje ndjekin lëndë dhe materiale të dëmshme. Filma, telenovela, të cilat e shkatërrin për familjen, për rinin, për të rinjt dhe për të rejat. E humbin kohën në rrugë. Dhe nuk japin drejtën rrugës, se rruga ka drejtën e saj. Njeriu do të ulë shikimin. Të mos bëj keq, po të bëj mirë. Ka njerëz që ngrenë zërin në rrugë, bën pengesë për tjerë në rrugë. Kurrëzojnë për të mirë, nuk dalojnë nga e keqja. E drejta rrugës është të ulësh shikimin. Mos bësh keq, po të bësh mirë. Të urdhërosh për të mirë, ndalesh nga e keqja. Gjëra këto që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith.